Fitues të kampionatit të voleybollit në rër, kampionatit ndërkombëtar që është zhvilluar për 3 ditë me radhë në Velipojën e Shkodrës, në plazhin e Velipojës, u shpall dyshja nga Kosova që quhen. Prezantimi ju është shumë shpejt. Dilian Latifaj. Endret Mrejthaj. Të kënaqur për suksesin që arritet? Po, të kënaqur në përgjithësi me kampionatin. Faleminderit Federatës Voleybollit Shqiptare dhe bashkisë këtu në Shkodër për mirëpritjen dhe organizimin shumë të mirë. Kjo është hera parë që jeni në Shkodër dhe në Velipojë? Për mua është hera parë, pasi që në moshë jam i ri, 20 vjeçar. Ky është turniri im i parë këtu në Velipojë. Njerëz kanë qenë shumë mirëpritësa. I falenderojmë gjithashtu edhe tifozët për përkrajen dhe për gjithë organizimin Federatës dhe bashkisë. Faleminderit. Një finale me rivalitet, me emocione përballë një dyshe nga Velipoja që ishin vendës. Po, ishte një finale e mirë po ne ishim pak me të përgatitur edhe për atë arsye edhe fituam, mendoj. Por faleminderit për organizimin edhe për të gjitha. Ka ndonjë dedikim për këtë sukses nga ana juaj? Nuk kemi ndonjë dedikim. Ju alsoj, Dilian të dashur. Jo, nuk kemi ndonjë dedikim për asnjë person. Veçantë jo, ja dedikojmë vetes sot dia. Vetes. Mundit që kemi bërë për të arritur. Ju fitues për meshkuj, por edhe kolegit tuaj nga Kosova, që ka tregon se voleybolli në Kosovë ka ardhur i përgatitur dhe po largohet me trofe nga Velipoja. Po, jemi goxha të përgatitur, kemi marrë pjesë në disa kampionate tjera këtu në Shqipëri, por ky ka qenë i pari për në Velipojë dhe jemi ndohet të kënaqur me gjitha. Urime edhe një herë për suksesin dhe Faleminderit shumë dhe shihemi vitin tjetër. të tjera. Faleminderit shumë. Shihemi.